Në mëngjesin e 17 dhjetorit të vitit 1981, kur disa burra hynë në një dhomë gjumi në një vilë të mbyllur në qendër të Tiranës, ata gjetën diçka që, sipas çdo logjike të regjimit, nuk duhet kishte ekzistuar kurrë. Mbi krevat, i shtrirë me një këmishë dhe pizhame, me syze dielli mbi sy, edhe pse dritaret ishin të mbulluara, ndodhej njeriu i dytë më i fuqishëm i Shqipërisë. Kryeministri që kishte qeverisur shtetin për 27 vjet rresht. Buri që dikur kishte qenë krahu i djathtë i diktatorit, miku i tij më i ngushtë, shoku i tij i betejave. Tani ai ishte i palvishëm dhe pranë tij qëndronte një pistolet. Pak orë më vonë, Radio Tirana do të njoftonte vetëm një fjalë të thatë, të ftohtë, të pamshirshme. Shoku Mehmet Shehu i kishte dhënë fund jetës në një moment krize nervore. Por ajo që historia nuk e tha atë ditë, ishte se gjithçka kishte filluar jo nga një komplot ndërkombëtar, jo nga spionazhi, jo nga lufta për pushtet, por nga diçka shumë më e vogël dhe shumë më njerëzore, nga një fejes, nga zgjedhja e një nuseje për një djalë. Kush e mori vendimin që e zhdroi një ngjarje familjare në një dënim me vdekje? Dhe çfarë fshihej në të vërtetë pas asaj fejese të thjeshtë, që arriti të shkatëronte njeriun e dytë të një prej regjimeve më të mbyllura në botë? Për të kuptuar se si një gjë kaq e vogël mundi të rrëzonte një kolos, duhet të kthehemi pas, në vitet kur emrat e dy burrave shqiptoheshin gjithmonë bashk, sikur të ishin një i vetëm, Enver Hoxha dhe Mehmet Shehu, sekretari i parë dhe kryeministri, mendja dhe krahu. I pari kishte lindur në Gjirokastër, në vjeshtën e vitit 1908, djali një tregtari, i shkolluar në një shkollë franceze në Korçë dhe më pas në Francë. Fjale shumë, i kulturuar, i aftë të luante me ide dhe me njerëz, ai e ndërtoi pushtetin e tij me një durim ftohtësisht të llogaritur. I dyti kishte lindur në fshatin Çorush, në janar të vitit 1913, biri një imami, një burr i bërë nga betejat dhe jo nga sallonet. Mehmet Shehu kishte luftuar në Spanjë, në brigadat internacionale, kishte komanduar mitralozin në zjarr, kishte kaluar muaj të tërë nëpër kampe internimi në Francë. Ai ishte ushtarak deri në palc. Aty ku Enveri fliste, Mehmeti vepronte. Aty ku Enveri shkruante, Mehmeti godite. Gjatë luftës së dytë botërore, kur partizanët komunist luftonin për të marrë Shqipërinë, ishte pikërisht aftësia ushtarake e Mehmet Shehut, ajo që, sipas shumë historianëve, e ktheu disfatën në fitore. Ai komandoi brigadën e parë sulmuese. Ai mori pjesë në çlirimin e Tepelenës dhe në çlirimin e Tiranës, në nëntor të vitit 1944. Reputacioni i tij ishte i ndërtuar mbi një fjalë të vetme: ashpërsi. Madje edhe një oficer i shërbimeve sekrete amerikane, që më vonë organizoi operacione kundër qeverisë shqiptare, do ta përshkruante atë si një burr jashtëzakonisht të fortë, dikë që ua bënte jetën të vështirë agjentëve të huaj. Por ashpërsia që e ngriti atë lart ishte e njëjta ashpërsi që, dekada më vonë, do të përdorej kundër tij. Sepse në një sistem ku besnikëria matej me gjak, çdo virtut mund të kthehej në provë faji, çdo forcë mund të bëhej kërcënim, dhe njeriu që dikur ishte i domosdoshëm, një ditë mund të bëhej i tepërt. Imagjinoni për një çast atmosferën në sallat e ngushta të biros politike. Imagjinoni një grusht njerëzish që dinin gjithçka për njëri tjetrin, çdo dobësi, çdo sekret, çdo frikë. Tani imagjinoni se në një ditë të caktuar, secili prej tyre do të detyrohej të zgjidhte midis besnikërisë ndaj një shoku 30 vjeçar dhe shpëtimit të lëkurës së vet. Ai ishte realiteti i fshehur pas fasadës së unitetit të qeliktë. Shqipëria e atyre viteve ishte vendi më i izoluar i Evropës. Pas ishte ndarë me Bashkimin Sovjetik në fillim të viteve 60 dhe më vonë do të ndahej edhe me Kinën, ajo qëndronte e vetme, e rrethuar nga bunker betoni, e mbushur me frikë. Mbi gjithçka shtrihej hija e sigurimit, policisë sekrete, aparatit që, sipas studiuesve, synonte të hynte jo vetëm në shtëpit, por edhe në mendjet e shqiptarëve. Dhe pikërisht këtë aparat, për vite me radhë, e kishte drejtuar Mehmet Shehu si ministër i punëve të brendshme. Çfarë i bën njerëzit që dinë shumë të bëhen të rrezikshëm për ata që duan të dinë gjithçka? Më lejoni t'ju prezantoj me një burr. Quhej Mehmet Shehu, dhe për 40 vjet ishte konsideruar shoku më i ngushtë, krahu më besnik, vëllai i armëve i diktatorit. Në vitin 1963, kur Mehmeti mbushi 50 vjeç, vet Enver Hoxha e nderoi atë duke i vënë emrin Akademisë Ushtarake Politike të vendit. Akademia u quajt me emrin e tij. Ishte një nderim që pak njerëz e merrnin sa ishin gjallë. Mehmet Shehu nuk ishte thjesht numri 2, ai ishte i pasvendësueshëm. Ishte njeriu që kishte ndihmuar të ndërtohej aleanca me Kinën, njeriu që kishte qëndruar fort kundër revizionizmit sovjetik. Kur kremlinari Khrushchev e pyeti dikur Shehun nëse kishte ndonjë kritik për Stalinin, përgjigjja e tij hyri në legjendë. Po,
kritika është që nuk u hoqët qafe ju. Ky ishte njeriu, i prerë, i ftohtë, i frikshëm. Por mbani mend këtë portret, sepse historinë e zakonshme të një besniku të përjetshëm do ta tyejmë shumë shpejt. Sepse besimi që zgjati 40 vjet do të shembej në pak javë. Dhe arsyeja nuk do të ishte tradhtia, as komploti, as armiku i jashtëm. Arsyeja do të ishte një emër vajze. Tani le të ndalmi te diçka që historianët zyrtar preferuan për dekada ta linin në hije. Diçka që vogël sa duket e pabesueshme që mund të kishte pasoja kaq të mëdha. Në fund të verës së vitit 1981, një nga djemtë e Mehmet Shehut, Skënderi, u fejua. Vajza me të cilën ai do të lidhte jetën quhej Silva Turdiu. Ajo ishte një vajzë e re, sportiste, lojtare volejboli. Asgjë në pamje të parë nuk e bënte këtë histori të jashtëzakonshme. 2 të rinj që duheshin, 2 familje që po lidheshin. Por në Shqipërinë e atyre viteve, asnjë lidhje nuk ishte vetëm private. Çdo martesë ishte një deklaratë politike. Çdo emër mbante mbi vete peshën e biografisë. Dhe biografia e familjes Turdiu, sipas asaj që do të pretendojë më vonë, mbante njolla që nuk faleshin. Të afërm që përmendeshin si kriminal lufte, të aratisur, të ekzekutuar. Pse një burr aq i kujdesshëm sa Mehmet Shehu, një burr që e dinte më mirë se kushdo se si funksiononte makina e biografive, e lejoi këtë fejes? Përgjigja kërkon që ne të hyjmë në një mendje shumë të errët dhe shumë të kujdesshme, sepse asgjë në atë sistem nuk ndodhte rastësisht dhe asgjë nuk harrohej. Sipas dëshmive dhe shkrimeve që dolën vite më vonë, ndërmjetës në këtë fejes ka qenë një emër që do të kthehej shumë shpejt. Fecor Shehu, një figurë e lartë e aparatit të sigurimit. Pra fejesa nuk ishte thjesht punë e 2 të rinjve. Rreth saj sileshin njerëz të pushtetit, marrëdhënie, llogari. Dhe pikërisht kur gjithçka duke e mbyllur, kur 2 familjet po afroheshin, ndodhi diçka. Diku, në një vilë qeveritare, një burr me flokë të thinjura mori një laps dhe filloi të shkruante në një ditar personal. Ai burr ishte Enver Hoxha, dhe ato që shkruante nuk ishin reflektime të një miku. Ishin shënimet e para të një gjyqi që ende nuk ishte filluar. A e kuptonte Mehmet Shehu, do sa familja e tij përgatitej për një dazm, se në një dhomë tjetër po përgatitej fundi i tij? Ndodh shpesh në histori që fatet e mëdha të vendosen në biseda të vogla, një telefonat, një takim ball për ball, disa fjalë të shkëmbyera me një ton në dukje të qetë. Sipas asaj që u zbulua më vonë nga ditari i fshehtë i diktatorit, në 11 shtator të vitit 1981, Enver Hoxha e thiri Mehmet Shehun për t'i folur pikërisht për fejesën e djalit. Pyetja ishte thjesht në sipërfaqe, por e mbushur me hel në thellësi. Si është e mundur që biri yt të lidhet me një familje ku, siç pretendohej, kishte kriminal lufte, të ekzekutuar dhe të arratisur? 2 ditë më vonë, në 13 shtator, Mehmeti shkoi në vilën e Enverit. Sipas shënimeve, 2 burrat ranë dakord ta shqyrtonin çështjen me gjakftohtësi dhe pa dhimbje për partinë. Fjalë të buta, fjalë diplomatike. Por nën to fërgjelonte një kërcënim që të dy e kuptonin. Sepse në atë botë, kur dikush të fliste për gjakftohtësi, do të thoshte se zjarri tashmë ishte ndezur. Ajo që e bën këtë çast aq tronditës është kontrasti midis vogëlsisë së shkakut dhe madhësisë së pasojave. Mendoni për një çast. Ndërsa familjet e zakonshme në Shqipëri jetonin me ndarjet e ushqimeve, me një rrogë mujore që mezi mbulonte bukën, ndërsa fshatarët punonin tokat e kolektivizuara dhe qytetet ishin të rrethuara me bunker, në majën e piramidës, 2 nga njerëzit më të fuqishëm të vendit po grindeshin për një nuse. Por ishte një grindje që asnjëri prej tyre nuk mund ta humbiste. Për Enverin, çështja ishte mundësia e përkryer. Për Mehmetin, ishte një kurth nga i cili nuk ishte dalje, sepse çdo gjë që ai do të bënte tani, do të kthehej kundër tij. Nëse e mbronte fejesën, do të akuzojë se mbronte armiqtë e popullit. Nëse e prishte fejesën, do të tregonte dobësi, do të pranonte fajin, do të hapte derën për pyetje të reja. Burri që për dekada kishte ditur të dilte nga çdo situatë, tani e gjeti veten të bllokuar. A kishte ndonjë rrugë shpëtimi për një njeri që e dinte se kundërshtari i tij e kishte vendosur tashmë vendimin shumë kohë para se loja të fillonte zyrtarisht? Le të ndalemi tani te diçka që pak njerëz e dinin atëherë, dhe që për dekada mbeti e fshehur në kasaforta dhe në kujtesë. Sepse pas pyetjes së thjeshtë për fejesën, fshihej një makineri e tërë. Sipas dëshmive që dolën në vitet e mëvonshme, prapalidhjes me familjen Turdiu, kishte një rrjet të tërë marrëdhëniesh, ndërhyrjesh dhe llogarish që përfshinin njerëz nga vetë aparati i sigurimit. Përmendeshin emra, përmendeshin agent me pseudonime, përmendeshin zarfe që kallonin dorë më dorë në plazhin e Durrësit. Sa nga këto ishin të vërteta dhe sa ishin shtuar më vonë për të ndërtuar akuzën, mbetet ende çështje e diskutueshme. Por një gjë është e qartë. Në momentin që Enver Hoxha vendosi ta përdorte fejesën si armë,
Çdo detaj i jetës private të Mehmet Shehut u bë lëndë parë për një proces. Letrat, telefonatat, takimet, miqësitë, lidhjet familjare, gjithçka u shndërua në prova të mundshme. Çfarë ndjen një njeri kur kupton se e gjithë jeta e tij, deri te zgjedhja e nusës për djalin, është kthyer në dosje? Ndërkohë, mbi kokën e familjes Shehu, atmosfera ndryshonte ngadalë por pamëshirshëm. Pas asaj bisede të shtatorit, sipas dëshmive, Enver Hoxha filloi të silej me një ftohtësi të dukshme ndaj Mehmetit, dhe kur diktatori ftohej, gjithë rreti rreth tij ftohej menjëherë. Njerëzit që dikur e përshëndetnin Mehmet Shehun me nderim, tani fillonin t'i shmangnin shikimet. Bisedat ndërpriteshin kur ai hynte në një dhomë. Telefonatat bëheshin më të rralla, ftesat zhdukeshin. Ai buri fort, ky ushtarak që kishte komanduar brigada në zjarr, e ndjeu ngadalë se si rreti rreth tij po ngushtohej. Izolimi nuk vjen gjithmonë me një urdhër, ndonjëherë vjen me heshtje, me një tryez ku askush nuk ulet pranë teje, me një korridor ku të gjithë kthejnë kokën. Mehmet Shehu, njeriu i dytë i shtetit, po bëhej vetëm në mes të gjithëve. A e ndjeu ai atëherë se toka po i ikte në këmbë, apo besoi, deri në çastin e fundit, se 40 vjet besnikëri do të mjaftonin për ta shpëtuar? Për të kuptuar thellësinë e kësaj tragjedie, duhet të kthehemi edhe më pas te rënjet e miqësisë midis dy burrave, sepse ajo që u shkatërrua në vjetor të vitit 1981 nuk ishte thjesht një marrëdhënie pune, ishte një vllazëri e farkëtuar në zjarrin e luftës. Kur Enver Hoxha themeloi Partinë Komuniste Shqiptare gjatë okupimit, ai kishte nevojë për burra që dinin të luftonin. Dhe Mehmet Shehu, i kthyer nga Spanja dhe nga kampet e Francës, ishte pikërisht ai burr. Ai kishte parë vdekjen nga afër në llogoret e Madridit. Ai kishte komanduar njerëz në zjarr. Ai dinte si të organizonte një ushtri partizane nga asgjëja. Pa aftësinë ushtarake të Mehmet Shehut, shumë historianë besojnë se komunistët shqiptar mund të mos kishin fituar kurrë luftën e tyre për të marrë vendin. Ai ishte shpata, ndërsa Enveri ishte mendja. Veç gjatë atyre viteve të luftës, kur jeta varej nga një vendim i shpejt, kur çdo natë mund të ishte e fundit, dy burrat ndërtuan një besim që dukej i pathyeshëm. Ata ndan rreziqe, ndan fitore, ndan ëndra për një Shqipëri të re. Si mund të dyshonte Mehmet Shehu, 40 vjet më vonë, se i njëjti njeri me të cilin kishte ndarë gjithçka, do të bëhej arkitekti i fundit të tij? Pas çlirimit, kur komunistët morën pushtetin, Mehmet Shehu u ngjit shpejt. Ai u bë shef i shtabit të përgjithshëm, pastaj ministër i punëve të brendshme. Dhe pikërisht ky pozicion, komanda mbi policinë sekrete, mbi sigurimin, e bëri atë një nga njerëzit më të frikshëm të vendit. Sepse sigurimi nuk ishte thjesht një polici. Ishte një rrjet i tërë informatorësh, dosiesh, përgjimesh, që shtrihej në çdo qytet, në çdo fshat, në çdo familje. Ishte makina që mbante të gjithë vendin në frikë, dhe Mehmet Shehu e drejtoi atë me të njëjtën ashpërsi me të cilën kishte komanduar në betejë. Ai spastroi nga partia ata që dyshohej se donin ta lidhnin Shqipërinë me Beogradin. Ai goditi kundërshtarët pa mëshirë. Ai u bë njeriu që Enver Hoxha mund të mbështetej për punën e ndyrë, për gjërat që një udhëheqës i kulturuar nuk donte t'i bënte vetë. Dhe pikërisht kjo lidhje, kjo ndarje pune midis mendjes dhe shpatës, do të bëhej burimi një rreziku të fshehur. Sepse njeriu që mban shpatën gjithmonë mund të kthehet, një ditë, vetë ta drejtojë atë në një drejtim tjetër. A filloi Enver Hoxha, që në ato vite të hershme, të mendonte se një ditë do të duhej të hiqej qafe ky njeri tepër i fortë. Vitet kaluan dhe Shqipëria u izolua gjithnjë më shumë nga bota. Pas vdekjes së Stalinit, kur Bashkimi Sovjetik nisi të ndryshonte, Enver Hoxha refuzoi të ndihte. Ai u kap pas Stalinit sipas një flamuri dhe e quajti çdo ndryshim tradhti. Kjo çoi në ndarjen me Moskën në fillim të viteve 60. Dhe pikërisht në ato vite, Mehmet Shehu qëndroi pranë diktatorit, duke ndihmuar të ndërtohej aleanca e re me Kinën e Largët. Për një kohë, Kina u bë mbështetja kryesore e Shqipërisë, burimi i ndihmës dhe i miqësisë. Por edhe kjo nuk do të zgjaste, sepse Enver Hoxha kishte një talent të veçantë, të prishej me të gjithë aleatët, një nga një, derisa Shqipëria mbeti krejtësisht e vetme. Pas Moskës erdhi prishja me Pekinin, dhe vendi i vogël ballkanik u kthye në një ishull të rrethuar nga bunker, ku çdo i huaj ishte armik dhe çdo lidhje me jashtë ishte e dyshimt. Në një botë të tillë, ku izolimi ishte bërë fe shtetërore, çdo njeri që mendonte ndryshe, çdo njeri që fliste për hapje, bëhej automatikisht i rrezikshëm. Dhe Mehmet Shehu, sipas disa zërave, kishte filluar pikërisht të mendonte ndryshe. A ishte kjo mendje e pavarur, më shumë se fejesa, arsyeja e vërtetë e fatit të tij? Çfarë dinte familja e tij për atë që po ndodhte në të vërtetë? Pas dyerve të mbyllura të vilës qeveritare, larg syve të publikut, jetonte një grua që do të paguante çmimin më të rënd. Quhej Fiqirete, e mbicuajtur Fiqiretja,
e lindur Sanxhaktari, bashkëshortja e Mehmet Shehut. Ajo nuk ishte thjesht një grua e fshoqit të kryeministrit. Ajo vetë ishte një figurë forte e regjimit, një grua e edukuar në ideologji e ashpër, besnike. Dhe pikërisht ajo, sipas dëshmive, u përfshi drejt për drejt në dramën e fesës. Tregohet se në një takim me baban e vajzës, me Gazim Turdyun, fiqiretja përmendi një çështje që, sipas asaj që u tha më vonë, e ndryshoi gjithçka. Familja nuk e dinte se ç'po vinte. Brenda atyre mureve, ku dikur kishin festuar fitore dhe ishin djerë të paprekshëm, tani fillonte të mblidhej një heshtje e rëndë. Skënderi, gjali fejuar, ndoshta nuk e kuptonte ende se zgjedhja e tij e zemrës ishte kthyer në një ardh në duart e njerëzve të tjerë. Sa familje në histori janë shkatëruar jo nga ato që bën, por nga ato që dikush vendosi t'i bëjë të dukeshin. Ndërsa drama familjare theloi brenda mureve, jashtë tyre vazhdonte një vend i tërë i mbërthyer në frikë. Dhe këtu qëndron një nga kontrastet më të dhimbshme të kësaj historie. Ndërsa në maj grindeshin për një fejes, poshtë, në fshatra dhe qytete, njerëzit jetonin një jetë ku çdo fjalë e gabuar mund të çonte në burg, ku çdo i afërm i arratisur mund të dënonte për gjithë jetën, ku biografia e familjes përcaktonte nëse fëmia yt do të shkonte në universitet apo do të dërgojë në punë të rënda. Mehmet Shehu e kishte ndihmuar të ndërtojë pikërisht ky sistem. Ai vetë, si ish ministër i brendshëm, kishte komanduar aparatin që mblidhte dosjet, që ndiqte njerëzit, që ndëshkonte familjet për mëkatet e të afërmve. Dhe tani, me një ironi të hidhur që historia e do shpesh, i njëjti parim po kthehej kundër tij. Ai që kishte dënuar të tjerët për lidhjet e tyre familjare, tani po dënohej për lidhjen familjare të djalit të vet. A e kuptoi ai në ato net të gjata se makina që kishte ndihmuar ta ndërtonte tani po e gëlltiste atë vet? Imagjinoni peshën e atyre netve. Një burr i moshuar, 68 vjeçar, që kishte kalluar tërë jetën në betejë, ulet vetëm në një dhomë gjysmë të errët. Ai dëgjon zhurmat e shtëpisë, hapat e bashkëshortes, zërin e djalit dhe mendon. Mendon për 40 vjet besnikëri, për betejat e Spanjës, për malet e luftës, për ditët kur ai dhe Enveri ishin si vëlezër. Mendon se si ka qenë e mundur që një jetë e tërë sakrifice të rrezikohen nga një fejes. Sportistja e re, Silva, nuk ishte bërë asgjë të keqe. Skënderi nuk ishte bërë asgjë të keqe, dhe megjithatë, makina e fajit ishte vënë në lëvizje. Ai e dinte si funksiononte ajo makinë, sepse e kishte drejtuar vetë. Dhe pikërisht nga që dinte, frika e tij ishte më e thellë se çdo njeriu tjetër, sepse ai e dinte se ku të çonte kjo rrugë. Çfarë ndjen një njeri kur sheh me sytë e ekspertit makinerinë e vdekjes që po vjen drejt tij dhe e di se nuk ka frena? Tani le të hyjmë në një temë që ndryshon krejtësisht mënyrën se si e shohim këtë histori, maska dhe fytyra e vërtetë. Para kamerave dhe para popullit, gjithçka duke e qetë. Kryeministri vazhdonte detyrat e tij. Diktatori shfaqej i buzëqeshur në ceremoni. Asgjë në sipërfaqe nuk tregonte se diçka ishte tyer. Por në dhomat e mbyllura, lufta tashmë kishte filluar. Sipas dëshmive, Enver Hoxha i kërkoi Mehmet Shehut të shkruante një autokritik. Kjo ishte një praktikë e njohur e regjimeve të tilla. Njeriu i akuzuar detyrohej të shkruante vetë listën e gabimeve të veta, të poshtrohej me dorën e vet. Dhe Mehmeti, burri i fortë, ushtaraku i ashpër, mori lapsin dhe filloi të shkruante kundër vetes. Ai pranoi se kishte dhënë miratimin për fejesën e djalit. Ai e çajti veten fajtor. Ai u përull para byros politike. Mendoni për poshtrimin që fshihet pas atyre fjalëve? Njeriu i dytë i shtetit që kishte dhënë urdhra 40 vjet, tani shkruante me dorën e tij dënimin e vet moral. Sa larg mund të shtyhet një njeri para se të tyhet plotësisht? Dhe ndërsa Mehmeti shkruante autokritikën e tij, paranoja fillonte të rritej në çdo cep të jetës së tij. Ai filloi të mos i besonte më as njerëzve më të afërt. Çdo bisedë mund të regjistrohej, çdo fjalë mund të përdorej, çdo mik mund të ishte tashmë i kthyer kundër tij, sepse kështu funksiononte sistemi. Kur dikush binte në sy të diktatorit, të gjithë rreth tij nxitonin të distancoheshin për të shpëtuar veten. Besnikëria ishte luks që askush nuk mund ta përballonte. Mehmet Shehu, që kishte qenë i rrethuar gjithë jetën nga njerëz që e nderonin dhe e kishin frikë, tani e gjeti veten të rrethuar nga njerëz që prisnin rënien e tij. Ndoshta vetë ndërmjetësi i fesës, vetë njerëzit që kishin sjell dy familjet bashk, tani ktheheshin për të dëshmuar kundër tij. Në një botë të tillë, kujt mund t'i besosh kur edhe martesa e djalit tënd është kthyer në profaj? Le të ndalemi te një detaj që rrallë përmendet, por që tregon shumë për mizorinë e ngadaltë të kësaj drame. Fejesa, që kishte qenë shkaku i gjithë kësaj, u prish. Sipas dëshmive, pas ndërhyrjes së gjithë kësaj presioni, lidhja midis Skënderit dhe Silvës u ndërpre. Mendoni për dy të rinjt në qendër të kësaj stuhje. Ata thjesht donin të martoheshin.
Ata nuk kishin asnjë lidhje me luftrat e pushtetit, me ditaret e fshehtë, me biron politike. Dhe megjithatë, dashuria e tyre u bë viktima e parë e një lufte që nuk e kishin nisur ata. Silva Turdiu, vajza sportiste, e gjeti veten papritur në qendër të një skandali shtetëror, e shënuar përgjithmonë si vajza që shkaktoi rënien e një kryeministri. Por a e shkaktoi ajo vërtet? Apo ishte thjesht emri i përkryer, biografia e përkryer, rasti i përkryer që dikush priste prej kohësh për të goditur? Sa herë në histori njerëzit e pafajshëm janë bërë justifikimi për vendime që ishin marrë shumë kohë më parë. Tani duhet të kuptojmë diçka të rëndësishme për mekanizmin e pushtetit absolut. Pse një fejes? Pse jo një akuzë drejt për drejt politike? Përgjigja qëndron në gjenialitetin e errët të metodës. Një akuzë e hapur politike kundër njeriu të dytë do të ishte e rrezikshme, do të ngrinte pyetje, do të tregonte përçarje në maj. Por një çështje familjare ishte e përkryer. Ajo dukej e vogël, private, morale. Ajo nuk fliste për luftë pushteti, por për parime, për pastërti, për biografi. Kush mund të kundërshtonte se një udhëheqës komunist nuk duhej të lidhej me familje me të kaluar armiqësore? Kështu, fejesa u bë mantel ideologjik për diçka shumë më të vjetër dhe shumë më të thellë. Dëshirën për të hequr qafe një njeri që ishte bërë shumë i fuqishëm, shumë i pavarur, ndoshta shumë i rrezikshëm për trashëgiminë e diktatorit. Dhe pikërisht këtu qëndron dy fytyrësia. Ajo që u shfaq si çështje morale ishte në thellë një ekzekutim politik i veshur me rrobat e ndershmërisë. A e kuptonin antarët e biros politike se po merrnin pjesë në një teatër të kujdesshëm të shkruar prej kohësh? Dhe ndërkohë, çmimi njerëzor rritej me çdo ditë që kalonte. Pas prishjes së fejesës, atmosfera në familjen Shehu u bë e padurueshme. Fiqiretja, e fortë siç ishte, e ndjeu se diçka po shembej. Skënderi e pa dashulinë e tij të coptuar nga forca që nuk i kuptonte. Dhe Mehmeti, kreu i familjes, e shihte gjithçka me sytë e dikujt që e di fundin. Mendoni për darkat në heshtje, për bisedat që ndaleshin papritur, për sytë që shmangjeshin. Një familje që dikur kishte qenë në majtë të shtetit, tani jetonte në frikën e errët të panjohurës. Dhe mbi gjithçka rëndonte një pyetje që askush nuk guxonte ta shqiptonte me zë. Çfarë do të bëhet me ne? Sepse të gjithë e dinin, edhe pa e thënë, se në atë sistem fati një njeriu të rënë nuk ndalej te ai vet. Ai përfshinte gruan, fëmijët, vëllezrit, miqt, gjithë rrethin. Si jetohet në të njëjtën çati me dikë që ti e do, kur e di se dashuria jote ndoshta nuk do të mjaftojë për ta shpëtuar atë? Le t'i kthehemi tani diktatorit, sepse pikrisht këtu fshihet thelbi i kësaj tragjedie. Enver Hoxha ishte në vitet e fundit të jetës së tij. Ishte një burr i sëmurë që po plakej, që e dinte se koha po i kalonte. Dhe njerëzit që e njihnin nga afër kanë folur për një obsesion që e kishte pushtuar atë, trashëgimin. Kush do të vinte pas tij? Kush do ta mbante pushtetin? Dhe mbi të gjitha, a do të kishte ndo kënd që mund ta errësonte figurën e tij pas vdekjes? Mehmet Shehu ishte pikërisht ai rrezik. Ai ishte i fortë, i njohur, i respektuar nga ushtria, me lidhje që shtrieshin thellë në aparat. Sipas disa zërave, Shehu kishte filluar të kritikonte izolimin e plotë të vendit. Kishte filluar të mendonte për hapje të kujdesshme drejt disa shteteve perëndimore. Për një diktator që kishte ndërtuar gjithë identitetin e tij mbi izolimin, kjo ishte herezi. Pra fejesa nuk ishte kur vërtet për fejesën. Ajo ishte rasti që priti gjatë. A mund të jetë vërtet një emër vajze shkaku i një rënie? Apo emri është thjesht maska e fundit e një vendimi të marrë shumë kohë më parë në heshtje në një ditari? Ka një detaj në ditarin e fshehtë të Enver Hoxhës që meriton vëmendje të veçantë, sepse zbulon mënyrën se si funksiononte mendja e një diktatori. Sipas asaj që doli më vonë, kur Hoxha shkroi për fejesën e djalit të Mehmetit, ai nuk u kufizua thjesht në indinjat morale. Ai shtjelloi skenar. Ai mendoi për mënyrat e ndryshme se si mund të zhvillohej situata. Ai llogariti ftohtësisht si një shahist që sheh disa lvizje përpara. Nuk ishte zemrimi i një miku të zgënjur, ishte llogaria e një strategu që kishte gjetur më në fund armën që priste. Sepse një diktator nuk vepron me impuls, ai vepron me plan. Dhe fejesa, ajo ngjarje në dukje e parëndësishme, i dha Hoxhës pikërisht atë që i duhej. Një justifikim që dukej moral, që dukej i pakontestueshëm, që askush në bajron politike nuk do të guxonte ta vinte në dyshim. Sepse kush mund të thoshte se ishte e pranueshme që biri i kryeministrit të lidhej me një familje me të kaluar armiqësore. Kjo ishte gjeniu i errët i metodës. Të gjejë një faj që dukej aq i drejtë sa edhe vetë viktima të detyrohej ta pranonte. Dhe Mehmet Shehu e pranoi. Ai shkroi autokritikën, ai u përul. Por a e kuptoi ai se sa më shumë pranonte, aq më thellë gropte varrin e vet? Sepse ja paradoksi mizori i atij sistemi.
Në një shtet normal, të pranosh një gabim është fillimi i faljes. Por në sistemin e ndërtuar nga Hoxha, të pranosh një gabim ishte fillimi i fundit. Çdo autokritik bëhej pro faj. Çdo pranim bëhej dëshmi kundër teje. Mehmet Shehu, që kishte parë këtë mekanizëm të funksionojë mbi qindra të tjerë, tani e gjeti veten të kapur në të njëjtën rrjet. Ai e dinte se nuk kishte dalje. Nëse mohonte, do të dukej arrogant dhe i pabindur. Nëse pranonte, do të jepte municionin për dënimin e vet. Çdo rrugë çonte në të njëjtin vend. Vendoshta pikërisht kjo, dia e plot se si do të mbaronte gjithçka, ishte tortura më e madhe atyre javëve të fundit. Sepse ai nuk ishte një njeri i thjeshtë që mund të shpresonte në mrekulli. Ai ishte eksperti që e kishte ndërtuar vetë makinerinë, dhe tani e shihte atë të vinte drejtime të gjithë logjikën e pamëshirshme që ai vetë kishte ndihmuar ta projektonte. Çfarë torture më e madhe se të dish, me saktësi profesionale, se si dhe kur do të vijë fundi yt. Ndërkohë, brenda biros politike, po zhvillohej një dramë e fshehur e besnikërisë dhe frikës. Antarët e tjerë shihnin se ç'po ndodhte. Ata e kuptonin se Mehmet Shehu po binte, dhe secili prej tyre përballej me të njëjtin vendim të tmerrshëm, të qëndronte pranë një njeriu që po binte, dhe të rrezikonte të binte me të, apo ta sulmonte atë, për të dëshmuar besnikrinë e vet ndaj diktatorit. Në një sistem ku mëshira ishte dobësi dhe besnikëria ndaj një njeriu të rënë ishte tradhti, zgjedhja ishte e qartë, por e tmerrshme. Një nga një, ata u kthyen kundër njeriu që dikur e kishin nderuar. Disa nga frika, disa nga llogaria, disa ndoshta nga bindja se vetëm kështu mund të shpëtonin familjet e tyre. Ishte një teatër i tmerrshëm i mbijetesës, ku secili luante rolin që i kërkohej, duke ditur thellë në zemër se një ditë mund t'i vinte rada edhe atij. Sepse makina nuk ndalej kurrë. Ajo kishte nevojë gjithmonë për viktima të reja, për faje të reja, për tradhti të reja. Dhe ata që sot ishin qellat, nesër mund të bëheshin viktima. A e ndjente secili prej tyre, ndërsa godiste Mehmet Shehun, hijen e fatit të vet të ardhshëm. Për ta kuptuar vërtet peshën e asaj që ndodhi, duhet të zhytemi në jetën e zakonshme të Shqipërisë në ato vite, sepse drama në maj nuk ishte ndarë nga vuajtja poshtë. Ato ishin dy fytyra të së njëjtës makineri. Imagjinoni një familje të zakonshme në një qytet të vogël shqiptar. Babai punon në një fabrik, nëna punon në një kooperativ. Fëmijët shkojnë në shkollë, ku çdo ditë dëgjojnë lavdërime për udhëheqësinë dhe për partinë. Por mbi këtë familje rëndon një frikë e padukshme, frika e biografisë, sepse nëse dikush në familjen e tyre, qoftë edhe një xhaxha i largët, kishte ikur nga vendi, ose ishte dënuar, ose kishte thënë diçka të gabuar, e gjithë familja mbante damkën. Fëmijët nuk pranoheshin në universitete, të rriturit nuk gjiteshin në punë, çdo derë mbyllej para tyre. Ky ishte sistemi që Mehmet Shehu kishte ndihmuar ta ndërtonte, kur drejtonte sigurimin. Dhe pikërisht ky sistem, me një ironi që historia e do, u kthye kundër tij. Sepse kur Enver Hoxha tha se biri Mehmetit nuk duhej të lidhej me një familje me biografi të keqe, ai po përdorte kundër kryeministrit pikërisht parimin që kryeministri kishte zbatuar mbi mijëra të tjerë. Çfarë ndjen një njeri kur seh që arma që ka farkëtuar me duart e veta po kthehet drejt zemrës së tij? Ka diçka thellësisht tragjike dhe njëkohësisht të drejtë në këtë ktesë të fatit. Mehmet Shehu kishte qenë një nga arkitektët e një sistemi ku familja ishte përgjegjëse për mëkatet e secilit antar. Ai e kishte zbatuar këtë parim mbi të tjerët pa hezitim. Vetani, vetë ai u dënua sipas të njëjtit parim. Biri i tij u fejua me një vajzë në një familje e dushimt, dhe kjo u bë mëkati i tërë familjes Shehu. Nuk kishte rëndësi se Mehmeti vet nuk kishte bërë asgjë. Nuk kishte rëndësi se Skënderi thjesht dashuronte. Sistemi e dënonte familjen si tërësi, ashtu siç kishte dënuar mijëra familje të tjera para tyre. Ndoshta në ato net të errta, ndërsa shihte shkatërimin që po vinte mbi të vetët, Mehmet Shehu mendoi për të gjitha familjet e tjera që ai vet kishte shkatëruar. Ndoshta për herë të parë e kuptoi, nga brenda, dhimbjen e atyre që kishte goditur, por ishte tepër vonë. Makina nuk falte askënd, as ata që e kishin ndërtuar. A ekziston drejtësi më e hidhur si ajo kur njeriu shkatërohet nga vetë mjetet që krijoi për të shkatëruar të tjerët? Dhe sigurimi, ajo makineri e frikës, vazhdonte të punonte ditë e natë gjatë gjithë kësaj drame. Përgjimet, dosjet, raportet e informatorëve, gjithçka u vu në shërbim të ndërtimit të fajit kundër Mehmet Shehut. Çdo bisedë që ai kishte pasur ndër vite u rishqyrtua, çdo takim u rivlerësua, çdo lidhje u kthye në provë të mundshme tradhtie. Njerëzit që kishin punuar nëntë, që e kishin shërbyer me besnikëri, tani u thyrën për të dëshmuar. Disa fanët që u kërkoi, nga frika. Të tjerë u përpoqën të heshtnin, por heshtja vetë bëhej e dyshimt, sepse në atë sistem, të mos akuzoje dikë që po binte, do të thoshte të ndaje fatin e tij. Kështu ngadalë, u ndërtua një ndërtesë tërë dëshmish, dokumentesh dhe akuzash,
që duhej të tregonte se Mehmet Shehu kishte qenë gjithmonë një tradhtar i fshehur. E vërteta nuk kishte rëndësi. Ajo që kishte rëndësi ishte versioni që duhej të mbetej në histori. Dhe makina e sigurimit, që Mehmeti vet kishte ndihmuar ta krijonte, ishte tani vegla perfekte për të shkruar gënjeshtrën përfundimtare mbi jetën e tij. Sa e vërteta të tjera janë groposur nga e njëjta makineri, dhe sa prej tyre nuk do të dalin kurrë në dritë. Në arkivat e shtetit shqiptar, dekada më vonë, hulumtuesit do të kërkonin dokumente që do të shpjegonin se çfarë kishte ndodhur vërtet në ato javë të dhjetorit. Dhe ajo që gjetën, ose më saktë, ajo që nuk gjetën, është një nga gjërat më rrëqetëse të kësaj historie. Shumë dokumente kishin humbur, shumë faqe ishin zhdukur. Proces verbalet e mbledhjeve, shënimet, raportet, gjithçka që mund të tregonte se si u mor vendimi, ishte ose shkatërruar, ose mbyllur, ose ndryshuar. Sepse një regjim që ndërton një të vërtetë zyrtare ka nevojë të zhduk çdo gjurmë të së vërtetës reale. Ato faqe që mungojnë janë heshtja më e zhurmshme e gjithë historisë. Çfarë shkruhej në to? Cilat emra përmendeshin? Cilat fjalë u thanë në mbledhjen maraton të biros politike ku, sipas dëshmive, për orë të tëra u diskutua fati i njeriu të dytë. Ne mund të rindërtojmë vetëm pjesërisht, nga dëshmitë e atyre që mbijetuan dhe nga fragmentet që dolen më vonë. Por pjesa më e madhe e së vërtetës mbetet e mbyllur pas një heshtje që dikush e ndërtoi me kujdes. Kush vendosi se cilat faqe do të mbijetonin dhe cilat do të zhdukeshin? Sipas asaj që dihet, mbledhja vendimtare e biros politike u mbajt në mes të dhjetorit të vitit 1981. Ishte një mbledhje gjatë, e rëndë, e mbushur me akuza. Tema zyrtare ishte fejesa e gjallit të Mehmet Shehut me një vajzë, familja e së cilës kishte, siç thuaj, taratisur politik në rrethin e saj. Por të gjithë e dinin se nuk bëhej fjalë vetëm për një fejes. Antarët e biros, njerëz që për vite kishin ullur kokën para Mehmetit, tani e sulmonin atë një nga një. Secili shtonte akuzën e vet, secili tregonte besnikrinë e vet ndaj diktatorit duke goditur njeriun e rënë. Ishte një skenë vjetër sa vet pushteti, kur një kolos lëkundet. Ata që dikur e azuronin, nxitojnë të jenë të parë që do ta shtinë. Mehmet Shehu u detyrua të dëgjonte, të pranonte, të përkulej. Buri që dikur kishte qenë i pamposhtur në fushën e betejës, tani qëndronte i vetëm përballë një sale ku çdo fytyr ishte kthyer kundër tij. A e kuptoi ai në atë sallë se kjo nuk ishte më një mbledhje partie, por një gjyq pa kthim? Dhe tani le të shohim se çfarë kishin bërë vitet me trupin dhe shpirtin e këtyre dy burrave. 40 vjet pushtet kishin lënë gjurmë të thella. Enver Hoxha, dikur një burr i gjallë dhe karizmatik, tani ishte i sëmur, i lodhur, i rënduar nga vitet dhe nga smundjet. Por ftohtësia e tij ishte forcuar me kohën, jo zbutur. Sa më shumë dobësohej trupi, aq më e ashpër bëhej vullneti për të ruajtur pushtetin. Dhe Mehmet Shehu, 68 vjeçar, e mbante ende qëndrimin ushtarak, por në sytë e tij kishte hyrë diçka e re, pesha e dijes se fundi po vinte. Ata që e panë në ato javë të fundit kanë folur për një burr që duke i tërhequr, i mbyllur në vetvete, i munduar nga një tension i brendshëm që nuk e linte të qetë. Lëkura ishte zbehur, gjumi kishte ikur. Çdo ditë sillte një heshtje më të rëndë rreth tij. Vitet e pushtetit i kishin marrë të dyve diçka thelbësore, por në mënyra të kundërta. Njërit i kishin marrë trupin dhe i kishin lënë vullnetin. Tjetrit i kishin lënë trupin dhe po i merrnin gjithçka tjetër. Si duket fytyra e një njeriu që e di se po jeton ditët e tij të fundit në liri? Mbrëmja e 16 dhjetorit ishte e ftohtë mbi Tiranë. Sipas asaj që dihet, atë ditë u mbajt edhe një mbledhje tjetër, ku presioni mbi Mehmet Shehun arriti kulmin. Ai u kthye në vilën e tij vonë. Dëshmitarët që punonin në atë shtëpi kanë treguar fragmente, hapat e tij të rënd, heshtjen e tij, mënyrën se si u tërhoq në dhomën e tij të punës në katin e parë. Tregohet se në një moment ai ra zilen për të thirrur dikë, dha disa porosi të zakonshme, sikur asgjë të mos po ndoste. Por brenda atyre mureve, brenda atij njeriu, diçka po shembej përfundimisht. Ai e dinte se mbledhja e radhës do të ishte e pakthyeshme. Ai e dinte se autokritika nuk e kishte shpëtuar. Ai e dinte se makina që e kishte ndihmuar ta ndërtonte, tani e kishte mbërtyer plotësisht. Dhe diku në ato orë të errta të natës, midis 16-s dhe 17-s dhjetor, jeta e njeriu të dytë të Shqipërisë mori një kthes nga e cila nuk ishte kthim. Çfarë mendimi i fundit kallon në përmendjen e një njeriu që ka pasur gjithçka dhe e sheh gjithçka të zhdukur për shkak të një emri vajze? Tani duhet të flasim për heshtjen që pasoi. Kur trupi i Mehmet Shehut u gjet në mëngjesin e 17 dhjetorit, makina e propagandës u vu menjëherë në lëvizje. Versioni zyrtar u shkrua shpejt dhe u shpall pa hezitim. Vetvrasje në një moment krize nervore. Asnjë hetim, asnjë pyetje, asnjë mundësi për të dyshuar.
Por që në fillim, diçka nuk shkonte në këtë version. Detajet që dolën më vonë ngritën pikpyetje që nuk u shuan kurrë. Pse trupi u gjet me syze dielli në një dhomë të errët? Pse pozicioni dukej kaq i çuditshëm? Se plumbi, sipas disa versioneve, kishte hyrë në një mënyrë që nuk përputhej lehtë me një vetvrasje. Roje personale dhe njerëz të afërt do të pretendonin më vonë, pas rënies së regjimit, se Mehmet Shehu nuk i kishte dhënë vetë fund jetës, por se ishte hequr nga skena. Të vërtetën e plot askush nuk e di me siguri edhe sot, por dyshimi mbeti, i fortë dhe i vazhdueshëm. A vdes vërtet kështu njeriu i dytë i një shteti, vetëm, në heshtje, pa asnjë dëshmitar të besueshëm, pikërisht në natën kur fati i tij ishte vulosur? Le të hyjmë tani në një nga aspektet më të errta të kësaj historie. Çfarë ndodhi me ata që e rrethonin? Sepse rënja e Mehmet Shehut nuk ishte fundi i një drame, por fillimi i një vale. Pasi u shpall vdekja, makina filloi të gëlltiste të gjithë ata që kishin pasur lidhje me të. I pari që u përmend ishte vetë ndërmjetësi i fesës, Feqor Shehu, ministri i punëve të brendshme, njeriu që sipas dëshmive kishte ndihmuar të lidheshin dy familjet. Ai u arrestuan zyrën e tij në fillim të vitit pasardhës. Ndërmjetësi një martese tani u akuzua si bashkëpunëtor i një tradhthari. Pas tij erdhi radha e të tjerëve. Kadri Hasbiu, një figurë e fuqishme e shtetit, ministër i mbrojtjes, u përjashtua nga partia dhe u akuzua si armik i popullit. Lambi Ziçishti, një tjetër emër i lartë, u përfshi gjithashtu. Një nga njerëzit që kishin qenë pranë Mehmet Shehut, ose që thjesht kishin pasur lidhje me të, u kapën në rrjetën që po zgjerohej. A ishte vërtet fesa shkaku i gjithë kësaj? Apo ishte qelësi që hapi derën për një spastrim që kishte qenë i planifikuar prej kohësh? Dhe tani arrim te pyetja që çdo histori e tillë e ngre. Kujt i interesonte? Pas rënies së Mehmet Shehut, kush fitoi? Përgjigjja na çon drejt zemrës së errët të pushtetit. Pozicioni i kryeministrit që kishte qenë i Mehmet Shehut për 27 vjet, kalloi te një burr tjetër, Adil Çarçani, një figurë më pak e fuqishme, më e bindur, më e lehtë për tu kontrolluar. Enver Hoxha hoqi kështu nga skena të vetmin njeri që mund të kishte qenë rivali i tij, të vetmin që mund të erësonte trashëgimin e tij, të vetmin që kishte forcë dhe lidhje të mjaftueshme për të kërcënuar pushtetin absolut. Dhe diktatori e bëri këtë jo me një grust shteti, jo me një luftë të hapur, por me një metodë shumë më të hollë, duke e zhduruar një çështje familjare në një krim shtetëror. Brenda pak muajsh, gjithë emri Mehmet Shehut u fshin nga historia zyrtare. Në vitin pasardhës, partia botoi një version të ri të historisë së saj, ku çdo referim ndaj Mehmet Shehut ishte hequr, sikur ai të mos kishte ekzistuar kurrë. Kush përfiton kur një njeri zhduket jo vetëm nga jeta, por edhe nga kujtesa? Por historia nuk mbaron me fitoren e dukshme të diktatorit. Sepse pikërisht ata që fituan në fillim, do të zbulonin shpejt se në një makineri që gëlltit njerëzit, askush nuk është i sigurt. Feqor Shehu, ndërmjetësi i fesës, Kadri Hasbiu, ministri i fuqishëm, Lambi Ziçishti dhe të tjerë, të gjithë u gjetën para një gjyqi ku rezultati ishte vendosur prej kohësh. Ata u akuzuan si pjesë e një organizate kundërrevolucionare, si bashkëpunëtor të një tradhtari të madh. Disa prej tyre, sipas dëshmive, refuzuan deri në fund të pranonin akuzat, por refuzimi nuk i shpëtoi. Në fund të verës së vitit 1983, ata u dënuan me dënimin më të rëndë dhe rruga e tyre u mbyll në 1 natë shtatori. Kështu, njerëzit që kishin ndihmuar të rrëzohej Mehmet Shehu ose që thjesht ishin afër tij, e ndoqin atë në fatin e njëjtë. Makina nuk bëri dallime. Ajo gëlltiti viktimat dhe gëlltiti edhe ata që menduan se ishin gjelatët. A e kuptuan ata, në çastet e fundit, se i njëjti mekanizëm që kishin shërbyer për vite tani po i shkatëronte, ashtu siç kishte shkatëruar atë që kishin tradhtuar. Tani le të shohim një dimension tjetër të kësaj historie, një dimension që shumë studiues e konsiderojnë qelësinë e vërtetë, politikën e jashtme. Sepse pas maskës së fejesës, mund të fshihej një luftë shumë e madhe mbi vetë drejtimin e Shqipërisë. Sipas disa zërave dhe dëshmive që dolën më vonë, Mehmet Shehu kishte filluar të shqetësojë për izolimin e plot të vendit. Pas prishjes me Kinën, Shqipëria kishte mbetur krejtësisht e vetme, e varfër, e mbyllur. Dhe Mehmeti, si njeriu që drejtonte qeverinë, e shihte më mirë se kushdo se ku po çonte ky izolim, drejt një varfërie të thellë dhe një ngjecjeje pa rrugdalje. Thuhet se ai kishte filluar të mendonte për hapje të kujdesshme, për lidhje me disa shtete perëndimore, për një ngrohje të marrëdhënieve me Italinë, me Britaninë, me Gjermaninë. Për një kryeministër pragmatik, kjo ishte logjike. Por për Enver Hoxhën, që kishte ndërtuar gjithë identitetin e tij mbi izolimin dhe pavarësinë absolute, kjo ishte herezi e pastër. Çdo hapje drejt perëndimit ishte për të një tradhtim ndaj parimeve. Dhe nëse Mehmet Shehu po fliste vërtet për një rrugë të tillë,
Atëra ai nuk ishte më thjesht një shok i vjetër. Ai ishte një kërcënim ndaj vetë thelbit të regjimit. Ai ishte kjo divergjencë e fshehur mbi rrugën e vendit, dhe jo fejesa, vija e vërtetë e ndarjes që çoi në fund. Ka diçka tragjike në mundësinë që Mehmet Shehu mund të ketë pasur të drejtë, sepse historia tregoi se izolimi i plot e çoi Shqipërinë në një nga gjendjet më të varfra të Evropës. Vendi mbeti i ngecur, i prapambetur, i mbyllur, ndërsa pjesa tjetër e botës e kthej përpara. Nëse Mehmeti vërtet kishte parë këtë rrezik dhe kishte kërkuar një rrugë tjetër, atëra ai nuk ishte tradhtar, por ndoshta i vetmi njeri në maj që e kuptonte se ku po çohej vendi. Por në një diktaturë, të kesh të drejtë kundër diktatorit është krimi më i rrezikshëm nga të gjithë, sepse nuk falet kurrë. Diktatori nuk mund të lejojë që dikush pranë tij të dukej më larg pamës, më i mençur, më i drejtë. Kjo do të cenonte vetë mitin e pagabueshmërisë mbi të cilin ndërtohej pushteti i tij. Dhe kështu, nëse Mehmet Shehu vërtet u përpoq të hapte një rrugë tjetër, ai e nënshkroi vetë dënimin e tij. Fejesa ishte vetëm preteksti i përshtatshëm, maska morale që mbuloi një konflikt shumë më të thellë mbi të ardhmen e një kombi. Sa udhëheqës janë shkatëruar jo për gabimet e tyre, por për të vërtetat e tyre të papërshtatshme. Dhe këtu zbulohet edhe arsyeja pse rënia e Mehmet Shehut duhej të ishte aq totale, aq përfundimtare, aq e pamshirshme. Nuk mjaftonte ta hiqte atë nga pushteti, duhej ta shkatërroje plotësisht, ta bëje tradhtar, ta fshije nga historia. Sepse nëse mbetej qofte edhe një gjurmë respekti për të, nëse njerëzit mund të thoshin se Mehmet Shehu kishte pasur të drejtë për diçka, atëherë vetë vendimi i diktatorit do të vihej në dyshim. Prandaj akuzat duhet ishin sa më të mëdha. Prandaj ai duhet bëhej agent i 5 shërbimeve njëkohësisht. Prandaj emri i tij duhet hiqej nga çdo libër, nga çdo dokument, nga çdo kujtim publik. Sepse një kundërshtar i vdekur, por i respektuar, është më i rrezikshëm se një i gjallë. Dhe Enver Hoxha, mjeshtri i pushtetit, e dinte këtë më mirë se kushdo. Ai nuk donte thjesht të mundte Mehmet Shehun. Ai donte ta zhdukte aq plotësisht sa askush të mos guxonte kurrë më të pyeste nëse kishte qenë vërtet tradhtar, apo thjesht një njeri që kishte parë shumë larg. A mund të fshihet vërtet një e vërtet kaq plotësisht, apo ajo gjithmonë gjen një rrugë për të dalë, qoftë edhe pas dekadash? Le të përpiqemi tani të rindërtojmë, sa lejojnë dëshmit, orët e fundit të Mehmet Shehut. Ahonat e dhjetorit ishte ftohtë dhe e errët mbi Tiranë. Pas mbledhjeve të rënda, pas akuzave, pas poshtërimit publik para biros politike, kryeministri u kthye në vilën e tij. Njerëzit që punonin në atë shtëpi kanë dhënë fragmente kujtimesh që, të bashkuara, ndërtojnë një tablo rrëqetëse. Ai duke i lodhur përtej masës. Hapat e tij ishin të rënda. Fytyra e tij mbante shenjat e disa javëve të tensionit të vazhdueshëm. Sipas një dëshmie, ai ra zilen dhe dha disa porosi të zakonshme, sikur të përpiqej të mbante një pamje normaliteti në mes të shkatërimit. Por çfarë mendonte vërtet ai burr, i mbyllur në dhomën e tij të punës në katin e parë, ndërsa nata thellohej? A mendonte për Spanjën, për malet e luftës, për ditët kur ai dhe Enveri ishin vëllezër? A mendonte për gruan dhe djemtë e tij, fati të cilëve tashmë ishte i lidhur me të tin? A mendonte për fejesën, për dy të rinj dashuria e të cilëve kishte ndezur këtë stuj? Ne nuk do ta dim kurrë me siguri. Ne dim vetëm se diku në ato orë, midis errësirës dhe agjimit, jeta e njeriu të dytë të Shqipërisë mori fund. Versioni zyrtar ishte i prerë. Vetvrasje në një moment krize nervore. Por detajet që dollën më vonë ngritën dyshime që nuk u shuan kurrë. Pse trupi u gjet me syze dielli në një dhomë të errët, ku nuk ishte asnjë arsye për t'i mbajtur? Pse pozicioni i tij dukej i çuditshëm për dikë që sapo i kishte dhënë fund vetes? Pse sipas disa versioneve, plumbi kishte hyrë në një mënyrë që nuk përputhej lehtë me dorën e vet viktimës? Rojet personale të Mehmet Shehut, njerëz që kishin qenë pranë tij për vite, do të pretendonin më vonë, pas rënies së regjimit, se ai nuk i kishte dhënë vet fund jetës. Ata thanë se ai ishte hequr nga skena, se vdekja e tij ishte organizuar dhe pastaj ishte veshur si vetvrasje. A ishte kjo e vërteta, apo ishte thjesht refuzimi i njerëzve për të pranuar se një burr i fortë mund të ishte tyer? Asnjë hetim zyrtar nuk u krye kurrë, as atëherë, as pas rënies së komunizmit. Dhe kështu, midis versionit zyrtar dhe dyshimeve të vazhdueshme, e vërteta e plot mbeti e groposur. A mund të mbyllet ndonjëherë një rast kur asnjë hetim i vërtet nuk është bërë, dhe kur të gjithë dëshmitarët kyç ose kanë vdekur ose kanë heshtur nga frika? Mëngjesi 17 dhjetorit soli lajmin që ndryshoi gjithçka, por reagimi i pushtetit zbuloi më shumë se vetë vdekja. Sepse në vend që të shpalej zia për humbjen e një kryeministri që kishte shërbyer për 27 vjet, makina filloi menjëherë procesin e fshirjes. Nuk pati funeral shtetëror, nuk pati nderime,
nuk pati flamuj në gjysmë shtylle. Përkundrazi, brenda javëve dhe muajve që pasuan, emri i Mehmet Shehut filloi të hiqej sistematikisht nga çdo vend ku ishte shkruar. Akademia Ushtarake që mbante emrin e tij u riemrua. Librat e historisë u rishkruan. Fotografitë u retushuan për ta hequr atë. Ishte sikur regjimi po përpiqej të binte jo vetëm popullin, por edhe vetveten, se ky njeri nuk ishte ekzistuar kurrë. Dhe pikrisht ky reagim, kjo nxitim për të fshirë, tregon se sa i rëndësishëm kishte qenë Mehmet Shehu dhe sa i rrezikshëm mbetej edhe pas vdekjes. Sepse askush nuk përpiqet të fshijë me aq forcë diçka që vërtet nuk ka rëndësi. A nuk është vetë zeli i fshirjes dëshmia më e fortë se kishte diçka shumë të madhe që duhej fshehur? Vitet që pasuan rënien e Mehmet Shehut ishin vitet e errta për familjen e tij dhe për të gjithë ata që ishin lidhur me të. Spastrimi u zgjerua si një valë që përpinte gjithçka në rrugën e saj. Por le të ndalmi te detajet njerëzore, sepse aty fshihet dhimbja e vërtet. Fiqiretja, bashkëshortja, gruaja e fortë që dikur kishte qenë vetë një figurë e regjimit, u mbyll pas mureve të një burgu. Ajo kaloi vitet e fundit të jetës së saj në izolim, e ndarë nga fëmijët, e poshtruar, e harruar. Jeta e saj u shua atje, larg dritës. Mendoni për tragjedinë e një gruaje që kishte besuar në sistem, që e kishte shërbyer me bindje, dhe që në fund u shkatërrua nga i njëjti sistem. Gjemtë e Mehmetit gjithashtu u kapën. Njëri prej tyre, sipas dëshmive, nuk e përballoi peshën e asaj që ndodhi, dhe jeta e tij u ndërpre në mënyrë tragjike. Familja që dikur kishte qenë në majtë të shtetit u shkërmoq cop pas cope. Çdo antar mbarti dënimin e një faji që në thelb ishte vetëm dashuria e një djali për një vajzë. Si mund të masësh dhimbjen e një familjeje që shkatërohet jo për atë që bëri, por për atë që dikush vendosi ta bënte të dukej? Por jo të gjithë u shuan. Një nga djemtë e Mehmet Shehut, Bashkimi, mbijetoi burgun dhe u lirua pas rënies së komunizmit. Dhe ai mbarti me vete një mision, të zbulonte të vërtetën dhe të gjente eshtrat e babait të tij. Sepse Mehmet Shehu, kujtoni, ishte groposur në një tokë të shkret, pa emër, pa shenjë, larg syve. Për 20 vjet, askush nuk e dinte saktësisht ku prehej. Por pas rënies së regjimit, kur dyert e arkivave filluan të hapeshin, kur njerëzit filluan të flisnin, Bashkimi nisi kërkimin e tij. Ai donte t'i jepte babait një varr të denj, t'i jepte familjes një vend ku të vajtonin. Dhe pas shumë mundimesh, në vitin 2001 erdhi lajmi. Eshtrat e Mehmet Shehut ishin gjetur. Pas 2 dekadash heshtjeje, biri më në fund mundi të mbledh atë që kishte mbetur nga babai. Ishte një fitore e vogël kundër harresës, një akt dashurie që triumfoi mbi makinerinë e fshirjes. Sepse ndonjëherë, gjëja më e fuqishme kundër një diktature nuk është një ushtri, por kujtesa kokëforte e një djali që refuzon të harroj baban e tij. A nuk është pikërisht kjo dëshmia se asnjë regjim, sado i fuqishëm, nuk mund të zhduk përgjithmonë të vërtetën? Historia e Mehmet Shehut frymëzoi më vonë edhe artin. Një nga shkrimtarët më të mëdhenj shqiptar e mori këtë dramë dhe e zhderoi në një vepër letrare, ku eksploronte misterin e rënies dhe vdekjes së njeriu të dytë. Sepse kjo histori ka gjithçka që e bën tragjedinë e madhe. Pushtetin dhe rënien, besnikrinë dhe tradhtinë, dashurinë dhe shkatërrimin, dhe mbi të gjitha, misterin që nuk zgjidhet kurrë plotësisht. A vdiq Mehmet Shehu nga dora e tij apo nga dora e dikujt tjetër? Ishte fejesa shkaku i vërtet apo vetëm maska? Sa nga akuzat ishin të vërteta dhe sa ishin ndërtuar? Këto pyetje vazhdojnë t'i jehojnë edhe sot, dekada pas asaj nate të dhjetorit. Dhe ndoshta nuk do të marrin kurrë përgjigje të plota, sepse shumë nga ata që dinin janë larguar dhe shumë nga dokumentet janë zhdukur. Por vetë fakti që ne ende pyesim, që ne ende kërkojmë, është një formë drejtësie, sepse të mbash gjallë pyetjen është të refuzosh të pranosh gënjeshtrën. Dhe ndoshta kjo është ajo që friksonte më shumë ata që ndërtuan versionin zyrtar. Jo se njerëzit do të dinin të vërtetën, por se njerëzit nuk do të pushonin kurrë së kërkuari. Ka një mësim të thellë dhe shqetësues në zemër të kësaj historie, një mësim që shkon përtej Shqipërisë, përtej komunizmit, përtej një epoke të caktuar. Është mësimi se në një botë ku pushteti është absolut, kufiri midis privates dhe publikes zhduket plotësisht. Mendoni se çfarë do të thotë vërtet kjo? Në një shoqëri normale, zgjedhja e dikujt se me kë do të martohet biri i tij është çështje krejtësisht private. Është një gëzim familjar, një ngjarje intime. Por në botën që kishte ndërtuar Enver Hoxha, edhe kjo gjë kaq njerëzore u kthye në armë politike. Asgjë nuk i shpëtonte syrit të pushtetit. Asnjë cep i jetës private nuk ishte i sigurt. Dashuria e dy të rinjve, ëndra e tyre për një jetë bashk, u zhderua në lëndë të parë për një ekzekutim politik. Dhe kjo është ndoshta forma më e tmerrshme e tiranisë. Jo kur të ndallon të bësh diçka të keqe,
por kur kthen edhe gjërat më të zakonshme dhe më të bukura të jetës në krime të mundshme. Sepse kur edhe dashuria bëhet e rrezikshme, kur edhe martesa bëhet tradhti, atëherë nuk ka mas një vend ku njeriu të jetë i lirë. A ka frikë më të madhe se ajo kur e kupton se edhe zemra jote nuk të përket më ty, por shtetit? Dhe ja paradoksi më i hidhur i të gjithëve. Mehmet Shehu, që ra për shkak të kësaj logjike, kishte qenë vetë një nga ndërtuesit e saj. Ai kishte zbatuar pa mëshirë parimin se familja është përgjegjëse për secilin antar të saj. Ai kishte dënuar të tjerët për lidhjet e tyre, për biografitë e tyre, për të afërmit e tyre. Dhe në fund, ai u dënua sipas të njëjtit parim që kishte ndihmuar ta bënte ligj. Ka diçka pothuajse biblike në këtë kthes. Ai që ngre shpatën, nga shpata do të bjerë. Makina që ai kishte ndihmuar ta ndërtonte nuk e njohu krijuesin e saj. Ajo e gëlltiti atë me të njëjtën pamëshirë me të cilën kishte gëlltitur mijëra të tjerë. Dhe ndoshta, në çastet e fundit, Mehmet Shehu e kuptoi këtë të vërtetë të tmerrshme. Se nuk ishte qenë kur i sigurt, se nuk mund të ishte kur i sigurt, sepse vetë sistemi që kishte shërbyer ishte ndërtuar mbi parimin se askush nuk është i paprekshëm. As njeriu i dytë, as shoku i vjetër, as vëlla i armëve. Në një makineri që ushqehet me frikë, edhe ata që e drejtojnë janë vetëm karburant i ardhshëm. A e kuptojnë vërtet ata që ndërtojnë makina të tilla se një ditë do të bëhen vetë viktimat e tyre? Por le të mos harrojmë dimensionin njerëzor në mes të gjithë kësaj analize politike, sepse pas çdo akuze, pas çdo dosjeje, pas çdo vendimi të biros politike, kishte njerëz të vërtet me zemra që rrihnin, me frikë që i mbysnin, me dashuri që i shkatërronin. Kishte një djalë, Skënderin, që thjesht donte të martohej me vajzën që dashuronte. Kishte një vajzë, Silvën, sportisten e re, që u gjet papritur në qendër të një stuje që nuk e kishte krijuar ajo. Kishte një nën, Fiqireten, që pa familjen e saj të shkatërrohej. Kishte një baba, Mehmetin, që e kuptoi tepër vonë se makina që kishte ndërtuar do ta gëlltiste. Dhe kishte mijëra shqiptar të tjerë, njerëz të zakonshëm, që jetonin në të njëjtën frikë, që e dinin se çdo gabim, çdo lidhje e gabuar, çdo fjalë thënë keq mund të shkatërronte gjithë jetën e tyre. Kjo nuk është thjesht historia e një kryeministri. Është historia e një kohe kur njeriu kishte humbur të drejtën më elementare, të drejtën për të jetuar jetën e tij private pa frikë. Sa jetë u shkatëruan në heshtje në ato vite, dhe sa prej tyre nuk do të kenë kur asnjë histori të treguar, asnjë varë me emër. Le t'i kthehemi edhe një herë pyetjes që e përshkon gjithë këtë histori. Kujt i interesoi vërtet rënia e Mehmet Shehut? Sepse çdo krim, çdo eliminim politik, lë pas dikë që përfiton. Pas largjimit të njeriut të dytë, pozicioni i kryeministrit kaloi te Adil Carsani, një figurë shumë më e bindur dhe shumë më pak e rrezikshme për diktatorin. Enver Hoxha siguroi kështu që në vitet e fundit të jetës së tij të mos kishte pranë vetes asnjë njeri që mund ta sfidonte, asnjë rival që mund të errësonte trashëgiminë e tij. Por përfitimi nuk ishte vetëm i diktatorit. Rreth tij kishte njerëz që ngriheshin sa herë që dikush tjetër binte. Çdo eliminim hapte vende të reja, krijonte mundësi të reja, forconte ata që mbeteshin besnik. Aparati i pushtetit ishte si një organizëm që ushqehej me trupat e viktimave të veta, duke shpërndar pasurinë dhe ndikimin e të rënëve te ata që i kishin shtyrë në gremin. Por kishte një kapje në këtë loj, sepse ata që përfituan sot, shumë shpejt zbuluan se ishin vetëm viktimat e radhës. Fecor Shehu, që ndërmjetësoi fejesën dhe që ndoshta shpresoi të fitonte favore, përfundoi i akuzuar dhe i shkatëruar. Kadri Hasbiu, ministri i fuqishëm, e ndoqi atë në të njëjtin fat. A ka fitore të vërtet në një sistem ku çdo fitues i sotëm është humbësi i nesër? Mendoni për teatrin e tmerrshëm të atyre mbledhjeve të biros politike. Çdo antar e dinte se po merrte pjesë në një ritual ku rezultati ishte vendosur prej kohësh. Çdo akuzë që hidhej kundër Mehmet Shehut ishte njëkohësisht një deklaratë besnikërie ndaj diktatorit dhe një lutje e fshehtë. Më kurse mua, shiko se sa besnik jam. Shiko se si e godas armikun. Por të gjithë e dinin gjithashtu, fell në zemër, se besnikëria e sotme nuk garantonte sigurinë e nesërme. Sepse e kishin parë këtë lojë të luhej shumë herë më parë. E kishin parë se si njerëzit që dje ishin gjelat, sot bëheshin viktima. E kishin parë se si makina nuk dalej kur, se si gjithmonë kërkonte gjak të ri. Dhe megjithatë, secili shpresonte se ai do të ishte përjashtimi, se ai do të mbijetonte, se ai do të mbetej në anën e duhur deri në fund. Ishte një vetë mashtrim kolektiv, një rrëshqitje ngadalt drejt humbjes së çdo parimi, ku mbijetesa fizike kërkonte shkatërimin e çdo gjë njerëzore brenda tyre. Dhe pikërisht kjo, ndoshta, ishte fitoria më e madhe dhe më e errët e diktatorit. Jo thjesht eliminimi i një rivali, por shndërimi i të gjithë të tjerëve në bashkëfajtor të heshtur, të lidhur me të nga gjaku i përbashkët i viktimës.
Si jetohet me veten pasi ke marrë pjesë në shkatërimin e dikujt, duke e ditur se ishe i pafuqishëm ta ndaloje, dhe se një ditë mund t'i jesh ti vetë në vendin e tij. Dhe ndërsa gjithë kjo dramë luhej në heshtjen e sallave të mbyllura, populli shqiptar nuk dinte pothuajse asgjë. Njerëzit dëgjuan vetëm njoftimin e shkurtër në radio. Kryeministri kishte vdekur në një moment krize nervore. Pa shpjegime, pa detaje, pa të vërtetë. Dhe pastaj, gradualisht, emri i tij filloi të zhdukej, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Brezat e rinj që rriteshin nuk e dinin se kush kishte qenë Mehmet Shehu. Ata nuk e dinin se për 27 vjet ai kishte qenë njeriu i dytë i shtetit. Ata nuk e dinin për fejesën, për ditarin, për mbledhjet maraton, për natën e dhjetorit. E vërteta u groposh bashkë me trupin, në një tokë të shkret pa emër. Dhe vetëm pas rënies së regjimit, vetëm kur dyert e errësirës u hapën, copat e kësaj historie filluan të dalin në dritë. Por edhe sot, shumë mbetet e fshehur, shumë faqe mungojnë, shumë zëra kanë heshtur për gjithmonë. Dhe ne mbetemi me një histori të paplot, me një mister të pasgjidhur, me një pyetje që refuzon të vdes. Si mundi një fejese thjesht familjare të shkatëronte njeriun më të fuqishëm pas Enver Hoxhës? Dhe kush e mban ende, pas gjithë këtyre viteve, qelësinë së vërtetës së plot? Vit pas viti, ndërsa Shqipëria vazhdonte të jetonte në izolimin e saj, emri i Mehmet Shehut u kthye në diçka të ndaluar. Por fshirja një njeriu nga historia nuk është kurrë plot. Sepse ata që e kishin njohur, ata që e kishin dashur, ata që kishin parë me sytë e tyre se çfarë ndodhi vërtet, mbanin kujtesën e tyre të fshehur fell, ku asnjë cenzurë nuk mund të arrinte. Familja e tij pagoi çmimin më të rënd. Fiqiretja, bashkëshorte e fortë, u arrestua. 2 nga djemtë e Mehmetit u kapën gjithashtu. Shtëpia që dikur kishte qenë qendër pushteti u zbraz dhe u mbyll. Emri Shehu, që dikur shqiptohej me frikë dhe respekt, tani shqiptohej me frikë të një lloji tjetër. Frikën e të qenit i lidhur me një emër të mallkuar. Fëmijët e familjes, të afërmit, miqt, të gjithë mbartën damkën. Dhe e gjithë kjo, le ta kujtojmë, kishte filluar nga një fejes. Nga dëshira e thjeshtë e një djali për të martuar me një vajzë që e donte. Si është e mundur që një akt dashurie të kthehet në burimin e një tragjedie kaq të madhe familjare? Mendoni për Fiqireten në qelinë e saj. Një grua që kishte qenë në majtë të shtetit, që kishte pasur pushtet dhe nderim, tani e mbillur, e poshtruar, e ndarë nga gjithçka që njihte. Sipas asaj që dihet, ajo nuk doli kurrë gjallë nga burgu. Jeta e saj u shua pas mureve, larg dritës, larg familjes. Një nga djemtë e Mehmetit, sipas dëshmive, gjithashtu nuk e përballoi peshën e asaj që ndodhi, dhe jeta e tij u ndërpre në mënyrë tragjike. Imagjinoni dramën e një familje të tërë që shkatërohet cop pas cope, jo për ndonjë krim që kanë bërë, por për një vendim politik të veshur me rrobat e moralit. Çdo antar i asaj familjeje u bë viktimë e një makinerie që nuk njihte mëshirë, dhe ndërkohë, jashtë mureve të burgut, vendi vazhdonte sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Diktatori vazhdonte të qeveriste. Propaganda vazhdonte të fliste për unitet dhe fitore, por në heshtjen e qelive, një familje e tërë mbante mbi supe peshën e një emri vajze dhe të një ditari të fshehtë. Sa faljet tjera në atë vend dhe në ato vite, u shkatërua në heshtje për arsye që askush nuk guxonte t'i pyeste. Le t'i kthehemi tani vetë diktatorit në vitet e tij të fundit. Enver Hoxha do të jetonte edhe disa vite pas rënies së Mehmet Shehut, por ato vite ishin vitet e një buri që po shuhej. Trupi i tij dështonte gradualisht, sëmundjet po e mundnin, dhe rreth tij aparati vazhdonte të funksiononte, por gjithnjë më shumë në hijen e njerëzve të tjerë që përgatiteshin për kohën pas tij. Thuhet se Hoxha i kushtoi vëmendje të madhe mënyrës se si do të kujtohej. Ai shkroi, ose dha të shkruheshin, libra ku shpjegonte versionin e tij të ngjarjeve. Në një nga këto libra, që doli pas vdekjes së Mehmetit, ai kushtoi kapituj të tërë denoncimit të njeriut që dikur kishte qenë krahu i tij i djathtë. Aty Mehmet Shehu nuk ishte më shoku, nuk ishte më vëllai i armëve, nuk ishte më kryeministri besnik. Ati ai përshkruhej si një agent i shumëfisht, një tradhtar që kishte shërbyer për shërbime të huaja, një armik i fshehur që kishte mashtruar të gjithë për dekada. A ishte e vërtet kjo, apo ishte ndërtimi përfundimtar i një gënjeshtre që duhej të justifikonte një vendim të marrë për arsye krejt të tjera? Dhe këtu arrimte akuzat, të ndërtimi i madh i fajit që pasoi vdekjen. Sipas versionit zyrtar që u shtjellua plotësisht rreth një viti pas rënies së Mehmet Shehut, ai nuk kishte qenë thjesht një njeri që kishte gabuar me fejesën e djalit. Ai kishte qenë, sipas akuzës, një agent i shumë shërbimeve sekrete njëkohësisht. Ai u akuzua se kishte qenë në shërbim të inteligjencës italiane që në kohën e luftës, pastaj në shërbim të Jugosllave
pastaj të sovjetikëve dhe madje edhe të perëndimorëve. Akuza ishte aq e madhe sa bëhej pothuajse e pabesueshme. Si mund të kishte qenë i njëjti njeri, agjenti kaq shumë palëve të kundërta në të njëjtën kohë? Si mund të kishte qenë kryeministër për 27 vjet pa u zbuluar kurrë? Vetë madhësia e akuzës tregon dobësinë e saj, sepse kur dëshiron të shkatërrosh dikë plotësisht, nuk mjafton një faj i vogël. Të duhet një faj kaq i madh sa askush të mos guxojë ta mbrojë atë njeri. Fejesa kishte qenë qelësi që hapi derën, por pas derës u ndërtua një ndërtesë e tërë akuzash që duhej të fshinte përgjithmonë çdo gjurmë respekti për Mehmet Shehun. A beson dikush vërtet se njeriu i dytë i një shteti mund të jetë agjenti 5 shërbimeve njëkohësisht, apo ky është thjesht hieshimi i fundit i një ekzekutimi politik? Tani le të ndalemi te trupi i Mehmet Shehut, sepse edhe ai u bë pjesë e ndëshkimit. Ai nuk u varos me nderimet që i takonin një kryeministri. Përkundrazi, sipas asaj që dihet, ai u groposh në një tokë të shkret, larg syve, në një vend pranë një fshati jashtë Tiranës. Asnjë gur varri me emrin e tij, asnjë shenjë, asnjë kujtim publik. Sepse regjimi nuk donte vetëm ta hiqte atë nga jeta, por edhe ta zhdukte nga toka, ta bënte sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Mendoni për ironinë e hidhur. Njeriu që për 40 vjet kishte qenë në qendër të pushtetit, që kishte pasur emrin e tij në Akademinë Ushtarake, përfundoi në një varr pa emër në një tokë të shkret. Familja nuk e dinte ku ishte, vendi nuk e dinte, vetëm dheu e dinte. Dhe ashtu, në heshtjen e atij vendi të harruar, qëndroi për vite e vite vërteta e fshehur e një buri që dikur kishte qenë i dyti më i fuqishëm. A mund të fshi vërtet një regjim një njeri nga toka, kur kujtesa e atyre që e deshen vazhdon të kërkojë të vërtetën? Por koha, siç ndodh gjithmonë, soli ndryshime që asnjë diktator nuk mund t'i parashikonte. Regjimi që dukej i përjetshëm u shemb. Pas vitesh izolimi dhe frike, sistemi që Enver Hoxha kishte ndërtuar ra, dhe me rënien e tij, sekretet filluan të dalin në dritë. Njerëzit që kishin heshtur për dekada filluan të flasin. Dokumentet që ishin fshehur filluan të shfaqen. Dhe një nga djemtë e mbijetuar të Mehmet Shehut, Bashkimi, që ishte burgosur dhe pastaj ishte liruar pas rënies së komunizmit, nisi një kërkim që kishte mbajtur në zemër për vite, kërkimin e eshtrave të babait të tij. Ai donte të dinte ku ishte groposur babai. Ai donte t'i jepte atij një varr të denjë. Dhe pas shumë mundimesh, në vitin 2001, u njoftua se eshtrat e Mehmet Shehut ishin gjetur. Pas 20 vjetësh fshehje, pas 20 vjetësh heshtjeje, biri më në fund mundi të gjente atë që kishte mbetur nga babai i tij. A mund të quhet drejtësi gjetja e disa eshtrave pas 20 vjetësh? Apo është thjesht hapi i parë drejt një të vërtete që ende nuk është treguar plotësisht? Ka diçka thellësisht njerëzore në këtë fund. Një djalë që kërkon baban e tij, një familje që përpiqet të mbledh copat e një kujtese të shkatëruar. Sepse përtej politikës, përtej pushtetit, përtej ditarëve të fshehtë dhe akuzave të mëdha, kjo ishte gjithmonë një histori njerëzore. Ishte historia e një burri që ngjiti shkallët më të larta të pushtetit dhe ra prej tyre për shkak të zgjedhjes së zemrës së djalit të vet. Ishte historia e një gruaje që humbi gjithçka dhe e mbaroi jetën pas mureve. Ishte historia e dy të rinjve, Skënderit dhe Silvës, dashuria e të cilëve u bë justifikimi për një tragjedi që ata nuk e zgjodhen. Dhe ishte historia e një vendi të tërë që jetoi në frikën se çdo gjë private mund të kthehej në krim shtetëror. Sa histori të tilla mbeten ende të pathna, të mbyllura në arkivat e mbyllura dhe në kujtesat e plakura të atyre që akoma mbajnë mend. Dhe kështu arrim në fund, por jo në një fund që jep përgjigje të plota. Sepse e vërteta e plotë e asaj që ndodhi në natën midis 16 dhe 17 dhjetor të vitit 1981 mbetet ende e mbulluar nga hija. Ai dha vërtet fund vet jetës Mehmet Shehu, i thyer nga presioni dhe poshtrimi, apo dikush vendosi për të? Ishte fesa shkaku i vërtet, apo thjesht maska e fundit e një vendimi politik që ishte marrë shumë kohë më parë në heshtjen e një ditari? Sa nga akuzat ishin të vërteta dhe sa ishin ndërtuar për të justifikuar të pajustifikueshmen? Këto pyetje mbeten të hapura, sepse shumë nga faqet që do t'i përgjigjeshin kanë humbur, janë shkatëruar, ose fshihen ende diku ku askush nuk arrin. Ne dim vetëm këtë: një burr i fuqishëm ra, një familje u shkatërrua, një vend mbajti frymën, dhe gjithçka filloi nga diçka që thjesht sa zgjedhja e një nuseje. Ndoshmata mësimi më i errët i kësaj historie është ky: në një botë ku pushteti është absolut, asgjë nuk është kurrë vetëm private, dhe asnjë dashuri nuk është e sigurt nga makina e atyre që duan të kontrollojnë gjithçka. Por pyetja e fundit, ajo që mbetet me ne edhe pasi drita është fikur, është kjo: kush vendosi vërtet fatin e njeriu të dytë të Shqipërisë? Dhe pse e vërteta, pas kaq shumë dekadash,
është ende e groposur në plurin e atyre arkivave të mbyllura?